Pret sinjale, pret mesazhe nga Velia e kundrejt PS-s? Jo, akoma ai shpreson që të ketë një mundësi që të zgjidhë gjërat, kështu që e ka ruajtur debatet, pavarësisht se ka thënë disa herë, për shembull, nuk e ka fajin kryeministri, nuk e ka fajin Këshillit Bashkiak, e ka fajin disa prokurorë që sipas tij kanë bërë shkelje. Kjo do të thotë që ka vazhduar politikisht të qëndrojë besnik ideve të veta që me kryeministrin do të vazhdojë. Nuk e ka fajin kryeministri, po si ta kuptojmë atë që tha në seancën e GKK-s? Një shtet më kërkon llogari pse nuk janë paraqitur në punë, i njëjti shtet më mban burg. Nuk do mund ta adresonte shumë më mirë këtë gjë. Sepse e di se kush e mori vendimin politik për këtë gjë. Mbledhja e Këshillit Bashkiak u bë fillimisht në selinë e Partisë Socialiste, pastaj në zyrën e Këshillit Bashkiak. Ai u pushon në asamble. Mund të kishte folur më qartë. Madje ai dhe Ahmeta dhe këto të tjerë, unë jam kundër atyre që marrin çdo gjë që thot Ahmeta e marrin si fakt kryer. Ai nëse do ta bëj këtë gjë si shërbim, siç tha Poli për Elien, mund ta bëj Ahmeta që të dëshmojë atje dhe të bëhet dëshmitar i drejtësisë dhe t'i japi mundësinë nëse vërtet është ai personi që kanë kaq i thekur për konceptin e zbatimit të ligjit për të drejtën e për të tjerë. Qartë. Sipas informacioneve paraprake, duke qenë se është ende në këto momente në komunikim kryetari e gjykatës kushtetuese me gazetarët, është rrëzuar dekreti i presidentit. Një koment? Pra i ka dhënë drejt Veliaj, domethënë, të vazhdojë kryetar bashkie. Gjithmonë flasim për informacion paraprak, patjetër që mos flasim me siguri, më mirë mendoj që do të ndihmoj lidhje me gazetarën aty në gjykatën. Patjetër që do të lidhe me Enkelida Memon, por më njëherë pasi të përfundoj ky komunikim i gjykatës kushtetuese me gazetarët. Poli, më thuaj, më bëj një koment. Dekretet edhe në fakt shumë ka dhe vetë kushtetuta. Kjo ishte dhe atësarimi që ishte i zotit Rusmajli se në një farë kështu. Që aty kishte dy çështje. Dekreti është tjetër çështje, sepse dekreti është pasojë e Këshillit Bashkiak. Mund të rrezohet dekreti, po mund të mos rikthehet ai, sepse dekreti përgjithsisht pa kënaqësi e gjykatës kushtetuese ishte që pse ti nxorret dekret kur ne kemi pezulluar. Dhe presidenti i tha, është kalkuar në mbështetje të ligjit të pushtetit lokal apo jo? Dhe gjykata kushtetuese i tha që derisa ta shqyrtojmë neve, e kemi futur një pezullim ata. Domethënë ky e nxori ditën e zgjedhjeve. Por ai që dua të them, ky është një precedent i ri. Sa mbaj mend unë, ndoshta më ndihmon dhe kemi, por nuk ka bërë vaki asnjëherë që gjykata kushtetuese të lëzojnë një dekret. Është shumë pushteti presidentit, pavarësisht se ka pak kompetenca, është pushteti numër 1 në Shqipëri, në protokollin shqiptar. Është tjetër gjë që gjykata kushtetuese. Tani gjithë çështja është që dekretet jemi mësuar që i rrëzon parlamenti, u bë rruga atëherë kur ishte presidenti Ilir Meta dhe kryeministër Rama që ja rrëzonte dekretet, ai dekretoi një gjë, rrëzon parlamenti ose ec përpara mos voto dekretin. Çështja është që kur është herë parë që unë mbaj mend, nuk e di dhe se kam lexuar, që një gjykatë kushtetuese rrëzon një dekret presidencial. Të shikojmë argumentimin, besoj se duhet të jetë për të çështjen e pezullimit, por kjo nuk do të thotë se nuk e dim si do jetë pjesa tjetër. Pra nuk rrëzon vendimet e Këshillit Bashkiak, rrëzon vetëm dekretin e presidentit. Shiko, dekretin e presidentit, po ku e ka mbështetur argumentimin? Shiko, nuk është në fund i botës të... Dekreti është datë më datë, gjimi më falë. Një datë është më, s'duhet ta shpallje në datë 9, se unë isha akoma në shqyrtim dhe kaq. Shpallje në datë 19. Po në këtë pikë sa gjasa ka që ti jepet e drejt ose jo, zotit Veliaj, për pretendimet për shkarkimin? Apo s'ndikon? Nuk di, po Erion Veliaj të thash për mendimin tim është dhe gjitha kjo i duhet për Strasburgun, nuk e di për çfarë drejtësie po flasim. Po flasim për drejtësira procedura ashtu. E kupton domethënë. Nuk tani shkot se janë dhe preva dhe gjimit. Këta janë kapur pas nenit 62 që dhe i referojnë frymës së nenit 115. Tani nenit 62 thotë që pos erdhe në punë 3 muaj, shkarkohesh, pik. Këtë shfrytëzoi Këshilli Bashkiak. Dhe gjithë loja këtu është atje, do të thënë që Erion Veliaj nuk jo më ftuat, jo s'më ftuat, jo të ndrosha, jo të ashtu. Po dhe vetë Këshilli Bashkiak kur e shkarkoi me frymën e nenit 115.
vetëm e bën një ndërlidhje. Tani do të flasësh për Fryti, për Eri Ovelin, se je politikan aty në Këshillin Bashkiak. Për Fryt do flasësh kështu. O zotri, ti s'ke ardhur 3 muaj në punë vërtet, se s'ke patur mundësi se ruhesh me gardian atje, por ti je në burg se akuzohesh për korrupsion. Jo një herë, 2 herë, 3 herë, 13 herë. Do ta kalosh politikisht. Çfarë do të rikthehet? Po mua më ka zgjedhur populli, thot Eri Oveliaj. Po, Eri Oveliaj thot po të ka zgjedhur. Po, madje edhe kam deleguar kompetencat, pra puna është bërë, tha zoti Oveliaj. Por populli nuk të zgjodhi ty për të qenë një akuzuar për korrupsion. Jo, Do ta kalosh shumë, po patjetër. Poli ka dhe një abuzim. Prandaj ekzistojnë shkarkimet dhe dorëheqjet, që derisa drejtësia ta sqarojë këtë çështje, ti, zotri, e ke parasysh s'ke punë me të bashki. Kaq. Ka një abuzim me këtë konceptin e popullit. Populli të zgjedh, por populli nuk verifikon ligjshmërinë e të zgjedhurve. Ligjshmërinë e zgjedhurve verifikojnë organet kushtetuese që merren të drejtësisë, pra prokurori, gjykatë. Dakor, por nuk ka një vendim formës prerë, thotë zoti Veliaj. Po, kjo ideja çdo thotë formës prerë. Formës prerë mund të merret edhe më pas 5 vjetësh. Do të bësh. Po si të mbahet në burg 5 vjet, po nëse deli pa fajshëm. Po nëse çmendet kryeministri, nëse bën, shiko. Prandaj dhe ka një proces shumë thjesht. Domethënë, në këto lloj raportesh kur shkon te akuza, kur analizohet një lloj akuze, për ta çliruar këtë dhe për të dalë më i fortë politikisht jepet dorëheqje. Prandaj në botë jepin dorëheqje. Domethënë, ta kam thënë ndonjëherë ai kur dha dorëheqje për aksidentet e trenave në Kroaci apo në Greqi, nuk është se kishte çuntezja apo vlla apo kushëri ministri atë. Mban përgjegjësi. Nuk e ka asgjë atë mashinistin që bëri aksidentin. Po mban përgjegjësi politike. Pra dhe kur ti je ministër, kryeministër, ti mban përgjegjësi politike për kryetar bashkie, për ato gjëra. Se për mua do të mjaftonte vetëm kapja e 5D-s që zoti Veliaj të jepte dorëheqje nga kryetar bashkie. Nuk kishte nevojë fare për këto akuzat e tjera. Sepse nëse ty gjithë drejtorët që ke zgjedhur merren me këtë punë për cilët akuzohen tani, domethënë dhe shkon në këtë pikë, për çfarë duhet më pastaj më thënë që unë jam kryetar bashkie për të shërbyer qytetarëve, sepse ty të rezulton që në punësit e tu kanë kompani private dhe marrin punë të bashkisë. Pra, për mua duhet të ishte politikisht shumë më parë se kjo dhe edhe vendimi i Këshillit Bashkiak për të gjetur vetëm mungesat për mua është një hipokrizi, siç ka shumë mendime hipokrite politike. Po të shikojmë tani ç'do ndodh me kushtetuesin dhe cilat do janë pasojat, do ta lexojmë. Do të presim që na jap informacion më shumë. Megjithatë e tha zoti, e tha Poli, është pak sa e pa precedent apo që të bie poshtë dekreti i presidencës. Mua dhe Polin do dënosh derisa dalin Keleta Mema nga gjykata kushtetuese. Jo, dua që të analizojmë rrethanat për të kuptuar se çfarë do të bëjmë rrethanat, se po se lexojmë mendimin. Patjetër, po tani ju e keni aq eksperiencë. Nuk jam unë Poli dhe Holta Zaçi. Patjetër, ju e keni aq eksperiencë që në bazë të këtyre elementëve të këtyre sinjaleve duhet me lexu. Patjetër. Po Poli. Dakor, të rrim edhe me ty derisa të dalë vendim. E ke përkohën e ardhme të pakryer. Kemi as Nostradamus, as Vallxhor. Jo, dakor. Jo, unë e pyeta zotin Baçi, e pyeta bie dekreti presidentit. Ju e thatë pak më parë, po nuk është e paprecedent. Po nuk bie vendimi i Këshillit Bashkiak. Po jo mos se nuk është fundi botës me radhë dekreti presidentit. Si s'është fundi botës? Po pse që ka fundi botës? E di disa vendime kthejnë gjykatat amerikane për Trumpin apo tani mos ta krahason me Amerikën. Po mirë prapë. Kur e relativizojmë në këtë formë, bëhemi një shtat i madh. Po pse që ka fundi botës? Shikoj rëndësi ka ne shkojmë drejt një shteti ku zbatohen ligjet e domethënë vendime. Patjetër, aty aspirojmë. Ne kemi problem kur kryeministri apo parlamenti shpërfill gjykatën kushtetuese. Jo kur e përfill jemi në rregull. Domethënë nëse vendimet e gjykatës kushtetuese janë të patueshme, për ne do të jetë gjë e mirë, është normalitet. Ne kemi problem kur kushtetuesja vendos, pra që është mbi dhe janë vendime detyruese, nuk janë vendime do apo s'do. Dhe ti jep drejt kuvendit dhe thua që deputeti është i lirë. Pse që ka i lirë kur nuk leverdis ka ty për të rrezu dikë, domethënë kurse pastaj merr vendim politik në raste të tjera? Pse nuk e legi gjithkohon deputetin të lirë të voto ka? A është e pavarur gjykata kushtetuese?